Zënja Lala, shkurt, qartë, thjesht, çfarë vendimi mori sot gjykata kushtetuese? Mirëmbrëma zoti Rakipi, mirëmbrëma të ftuarve. Gjykata kushtetuese mori sot vendim së pari të kalojë në seancë plenare publike kërkesën e bërë nga zoti Erion Velia, i cili kundërshton si antikushtetues shkarkimin nga Këshilli Bashkiak dhe njëherëzi pranoi kërkesën e tij për pezullim të dekretit të presidentit të Republikës zotit Bajram Begaj për dekretimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore në datën 9 nëntor. Ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk afekton zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera në vend, por pezullon zgjedhjet në mënyrë automatike për bashkinë e kryeqytetit. Sipas informacioneve që disponoj, për shkak se e kam ndjekur nga afër këtë çështje dhe që gjykata kushtetuese e ka parë si prioritare në komunikimet që kanë patur me anëtarët e saj apo burime brenda këtij institucioni, mbledhja e gjyqtarëve nuk është zhvilluar vetëm ditën e sotme, ka patur një mbledhje gjatë ditës së dieshme e cila ka zgjatur orë me radhë, ka patur debate të forta mes anëtarëve të gjykatës kushtetuese, lidhur me nenin 115 të kushtetutës, sipas të cilit në momentin që një i zgjedhur vendor vën lëvizje gjykatën kushtetuese, sikurse është rasti i zotit Veliaj, automatikisht procesi i zgjedhjeve konsiderohet i pezulluar. Megjithatë, edhe pse sipas këtij neni konsiderohej i pezulluar, Presidenti i Republikës e dekretoi datën e zgjedhjeve të pjesëshme vendore për 6 bashki, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Dhe gjykata kushtetuese në mbledhjen e dytë, pra që është zhvilluar gjatë ditës së sotme dhe që përfundoi në mesditë, vendosi ta pezulloj përfundimisht dekretin e presidentit sa i përket zgjedhjeve në Tiranë dhe ndërkohë ta therras zotin Veliaj dhe palët e tjera në proces në datën 31 tetor. Sipas ligjit, zoti Velia i shoqëruar nga avokatët apo përfaqësuesit e tij ligjor nga njëra anë dhe palët e tjera në proces, siç është Këshilli Bashkiak me përfaqësuesit e tij, kryeministria, pra Këshilli i Ministrave apo Presidenti i Republikës, do të jenë nga ana tjetër për të dhënë argumentat e tyre sa i përket shkarkimit të zotit Veliaj. Nëse shkarkimi i zotit Veliaj do të mbetet në fuqi edhe nga gjykata kushtetuese dhe do të konsiderohet në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, automatikisht më pas, në momentin që shpallet vendimi dhe publikohet vendimi në faqen zyrtare, pra në qendrën e votimeve zyrtare, i lindet drejta presidentit ose mundësia që dekretojë një datë re zgjedhjesh dhe kjo mendoj që mund të shkojë deri diku në muajin shkurt mars të vitit të ardhshëm. Zonja Lala, çfarë argumenti edhe njëherë qartësisht ta kuptoi popullata, megjithëse kjo pritje dha gjykata kushtetuese për pezullimin e dekretit presidentit? Zoti Rakipi, është bëhet fjalë për mbledhjen e gjyqtarëve dhe përgjithsisht mbledhja e gjyqtarëve ka shumë pak informacion sa i përket argumentave që ato kanë patur gjatë diskutimeve të tyre, por me bisedat që kanë bërë me disa prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese, kishte të bënte pikërisht me faktin se nëse ju e mbani mend debatin dhe juristët në studio mund t'ju ndihmojnë, zoti Beci për shembull ka patur debat lidhur me nenin 115 të kushtetutës. Pra, Këshilli Bashkiak e kishte shkarkuar zotin Veliaj sipas nenit për të zgjedhurit vendor, pra sipas ligjit për të zgjedhur vendor, ndërkohë që e kishte zhveshur atë nga të qenit një zgjedhur nga populli. Pra, ky ishte diskutimi shumë i madh dhe që normalisht unë kam thënë dhe në studion tuaj që dekreti presidentit sa i përket zgjedhjeve në Tiranë ishte në këndvështrimin tim i paligjshëm dhe që normalisht gjykata kushtetuese edhe pse shumë e vonuar, pastaj është diskutim tjetër nëse ka ndikim politik apo jo, por sigurisht do të bëhej realisht një zgjatim i politikës ose i mazhorancës nëse nuk do ta pezullonte këtë dekret të paktën përkohësisht derisa të shqyrtojë edhe çështjen ose kërkesën e zotit Velia në lidhje me shkarkimin. Dhe debatet më të forta kanë qenë rreth nenin 115 të kushtetutës. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh që gjykata kushtetuese në këndvështrimin tim ka qenë e vonuar, sepse në momentin që zoti Velia e vuri në lëvizje këtë institucion për të parandaluar një dekret të mundshëm sikurse ndodhi nga ana e presidentit të Republikës, mund të dilte në një konferencë për shtyp ose në deklaratë për shtyp dhe të deklaronte publikisht se neni 115 kishte efekt të menjëhershëm dhe zgjedhjet pezulloheshin. Në rastin konkret gjykata kushtetuese nuk e bëri dhe vetëm pasi u dekretuan zgjedhjet dhe zoti Velia përmes avokatëve të tij dërgoi edhe kërkesën për pezullim, gjykata kushtetuese u mblodh në seancë pra në mbledhjen e gjyqtarëve dhe bëri pezullimin. Një kolegu im më shkruan që
afatet janë shumë të gjata, por gjykata kushtetuese duket se e dha një vendim në ditë shpejt, domethënë sikur do të pyes avokatin që kemi këtu, por ti çfarë dëgjove aty dhe është operuar shpejt apo ja? Tani sa i përket kërkesës zotit Velia për pezullim dekretit është vepruar brenda ligjit dhe në afatin më të shpejt të mundshëm. Edhe sa i përket seancës plenare publike që është caktuar në datën 31 tetor, ligji thotë që brenda afatit 3 mujor, çka do thotë gjykata kushtetuese në rastin konkret është brenda afateve ligjore. Pra në datën 31 tetor gjykata kushtetuese do të dëgjojë gjitha palët nëse zotit Velia do të jepet mundësia për të dëgjuar, sepse nuk e di çfarë qëndrimi do të mbahet në rastin konkret, dhe procedura ka treguar ose praktika ka treguar që gjykata kushtetuese mund ta përmbyll shqyrtimin e një çështje brenda një seance të vetme. Çka do thotë në momentin që mbyll shqyrtimi në seancë plenare publike, maksimumi i kohës që jep ligji është 30 ditë, edhe pse nuk e thot në mënyrë eksplicite, pra të përcaktuar qartë, po 30 ditë për ta shpallur vendimin, në rastin konkret ose në fakt në rastet e mëhershme nuk ka kaluar më shumë se 10 apo 15 ditë, çka do thotë në datën 31 tetor përfundon seanca, më pas mund të presim diku rreth 20 nëntorit mund të kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, por në rastin konkret që të ketë fuqi ligjore do duhet të pritet vendimi i zbardhur, pra gjithë arsyetimi i vendimit dhe publikimi i tij në faqen në fletoren zyrtare. Kështu që deri në fund të muajit dhjetor do të kërkoj kohë i gjithë ky proces. Prandaj në llogaritje që kanë bërë edhe në konsultimet me jurist, edhe me antar gjykatës kushtetuese dhe me njerëz të cilën e njohin nga afër mënyrën se si funksionon gjykimi kushtetues, llogaritet diku në muajt shkurt mars të vitit të ardhshëm që të ketë një datë të re gjithmonë nëse shkarkimi i zotit Velia do të mbetet në fuqi. Nëse më pas rrëzohet dhe shkarkimi konsiderohet antikushtetues, pastaj i bie mos kemi zgjedhje fare, gjë që në këndvështrimin tim kjo nuk do të ndodhë, sepse e kam thënë dhe më herët, nuk kam pritshmëri që gjykata kushtetuese do ta shpallë antikushtetues shkarkimin e zotit Veliaj. Po ky është thjesht një perceptim dhe me çfarë shikoj në mënyrën se si vepron gjykata kushtetuese. Okej, në gjykatën kushtetuese kishte njerëz të Veliut dhe besoj ata mbetën të gëzuar apo jo, pas mendimit. Këtë marrë ndonë këshillim. Ajo çfarë unë di zotë Rakipi ne kemi biseduar. S'është me seancë. Po. Tani ne kemi biseduar së bashku përpara se vendimi të shpallej dhe unë ju kam informuar që vendimi ishte pezullim, pavarësisht se më është dashur më pas edhe pak kohë, gati 40 minuta për ta konfirmuar zyrtarisht. Por ajo çfarë edhe ne kemi biseduar dhe po e bëj publike është fakti që realisht ka patur debate të ashpra dhe por në fund fare gjyqtarët kanë vendosur një zëri për ta pezulluar dekretin. Megjithatë debatet faktikisht ka zgjatur 2 ditë mbledhja e gjyqtarëve, sepse ka dhe disa çështje tjera po aq të rëndësishme që duhet diskutohen në mbledhjen e gjyqtarëve, gjë që nuk ka një vendimarrje ndesi që është mandati i zonjës Zaçaj apo dekretimi i antarit të ri të gjykatës kushtetuese Asim Vokshi, i cili ka mbetur në kalendat greke dhe ende nuk dihet se kur do të përfundojë ky proces, por patjetër që debatet kanë qenë të forta, kaq mund të konfirmoj në lidhje me këtë pjesë dhe sa i përket zhvillimit të 2 mbledhjeve të ditës së dieshme dhe ditës sotme që u finalizua edhe me pezullimin e dekretit.